Poetja Idva Pere organizoi një mbrëmje poetike në Pogradec, e cila u zhvillua në një atmosferë intime të mbushur me emocione. Në prani të miqve, të afërmve dhe dashamirësve të saj, autorja solli poezi, kujtime dhe reflektime, që u bë muraliste me saj dhe publikut. Në fjalën e mbajtur, Pere theksoi se edhe pse jeton dhe studion në Tiranë, lidhja me qytetin e lindjes mbetet e fortë dhe e gjallë. Ajo ndau momente personale ku një vend të veçantë zuri kujtimi gjyshes, të cilën e konsideron mbështetjen më të madhe në jetën dhe krijimtarinë e saj. Solla sot pak nga krijimtaria ime, pak nga frymëzimi im, pak nga ajo se çfarë doja t'i dhuroja Pogradecit, sidomos tani që jam studente dhe ndjej pavarësisht dëshirës një detyrim shpirtëror për Pogradecin, që unë të vazhdoj të jem aktive ashtu siç kam qenë në 9 vjeçare dhe në periudhën e gjimnazit. Solla poezitë e mia, siç u tha dhe në prezantim, nga vjersha e fletores së klasës së 7 deri te ajo që kisha sjell para pak ditësh. Është e veçantë sepse poezia që mami interpretoi lidhet me shumë kujtime, lidhet me fëmijërinë time, lidhet me atë që jam unë sot, lidhet me gjyshin tim, të cilin e kujtoj çdo herë me mall. Edhe kush shkruan poezi e kupton që për ato kujtime që ne kemi aq shumë mall, aty lapsi fillon të shkruaj më shumë. Dhe me nëna Elcën, ajo është mbështetja ime numër 1 në jetë, jo vetëm në poezi, por në çdo hap të jetës time, kështu që nuk mund të rria pa kaluar disa çaste të veçanta me të. Jam duke punuar për një botim të dytë poetik, edhe pse është e vështirë të japësh premtime poezie, se unë jam edhe tip që vjem në sedër nga premtimet edhe dua t'i realizoj në maksimumin e tyre, po më pëlqen t'i jap vetes punë, kështu që po. Mbrëmja zgjati për disa orë, duke sjellë interpretime poetike, mesazhe frymëzuese dhe rrëfime nga fëmijëria e autores, të shoqëruara me pjesëmarrjen artistike të miqve më të afërt.